Në vijim të formës së tij të mirë sportive, peshngritësi i vllaznisë, Sajmir Lagja, në garat e fundit të kampionatit kombëtar, u konfirmua kampioni i Shqipërisë, duke vendosur njëkohësisht edhe 6 rekorde të reja kombëtare. Po ishte një arritje e mirë, kisha një formë të mirë sportive, gara shkoi shumë mirë dhe arritëm me thy 6 rekorde kombëtare. Stili jemi preferuar më shtytja. Aty ishte rezultati më i mirë jemi, po edhe shputja edhe shtytja do thonë total u thynin 6 rekorde. Ndërsa po përgatitet për garat e rëndësishme ndërkombëtare, si Ballkaniada dhe Kampionati Evropian, kampioni Sajmir Lagja kërkon që Bashkia Shkodër të zbatojë ligjin për sportin, i cili parashikon që sportistët që thyejnë rekorde kombëtare dhe shpallajnë kampion të Shqipërisë në sportet individuale për të rritur, të përfitojnë trajtim dhe shpërblim financiar. Europiani bëhet në Shqipëni në muajin tetor, zhvillohet në Durrës, edhe pretendojmë të jemi medalista në stilin e shtytjes. Dhe në nëntor bëhet Ballkani i tritonëve që zhvillohet në Turqi. Është viti i tretë që dal kampion Shqipënijet me tritonit. Edhe unë alla Antoninoja, jena të has një problem shumë të madh me bashkinë, nuk ka të na llan atë që meritojmë, është një pak që sharake që me ta përmend është nuk ka serioze, s'mundesh as me vazhdu këtë sport. Kena pas mbështetjen e Federatës Shqiptare edhe presidentit e Lezgjosa që kena mujt me vazhdu sportin, se për bashkisë kishim vazhdu kur këtë sport. Kena pas kontakte, disa herë kena fol edhe nuk ka zgjidhja si gjë. Po flasim, më ka ardhur puna tesh me fol këtu me ty. Konkretisht ligji i sportit për kampionet dhe rekordmenet, çfarë nënvizon? Nënvizon një kampion Shqipënijet edhe rekordet me tritonit që thehen, kanë pagën e vetë edhe kampioni i Shqipënisë ka një pagë të caktuar që duhet më marrë deri vitin tjetër që të zhvillohet edhe herë kampionati i tritonëve. Edhe ajo pagë as 30% që saj nuk jepet. Po shpresojmë, po kanë shku 3 vjet edhe kjo shpresim më bëhet nuk s'po merr mendja se po shkojmë kund, po shohim.